Kandidati për deputet i Partisë Demokratike në Qarkun Shkodër, Kliti Hoti, zhvilloi një takim me një grup sipërmarrësish të rinj, ku vuri në parë rëndësinë e mbështetjes së kësaj kategorie për të ardhmen e vendit. Në një bashkëbisedim të hapur, Hoti theksoi se të rinj që zgjedhin të investojnë dhe të ndërtojnë të ardhmen e tyre në Shqipëri janë një pasuri kombëtare që duhet ruajtur dhe fuqizuar. Programi i Partisë Demokratike është realisht një program shumë i thjeshtë, edhe kjo është pjesa më e bukur edhe shumë suportiv, sidomos për sipërmarrësit e ri. Ajo që ne kërkojmë është që rinia, pra kjo kategori me na këtu. Kjo kategori me prodhu, me kriju të ardhmen. Ju do të jeni suporti më i mirë për zhvillimin për nesër. Me këtë program që prezanton Partia Demokratike, ju keni me kanë të bindur, edhe keni me kuptuar që është programi i duhur, programi që kam ju suportu, programi që kam me bë që ju me rrit biznesin, programi që ju me kanë sigurt që ardhmja ka me kanë më mirë. Gjatë takimit, Hoti prezantoi edhe pikët kryesore të programit të Partisë Demokratike për mbështetjen e sipërmarrjes së re, ku përfshihen lehtësira fiskale, ulje taksash, akses më i lehtë në financime dhe reforma për të thjeshtësuar hapjen dhe zhvillimin e bizneseve të reja. Tatimi zero për të deri në moshën 25 vjeç. Zero sigurime shoqërore dhe shëndetësore për 12 muajt e parë për të rinj që fillojnë një startup deri në 30 vjeç. Janë 5.000 grante nga 30.000 euro për 50 studentët më të mirë që kanë filluar startupe. Shkodra bëhet, pa Shkodra bëhet me ju, sepse realisht jeni e tashmja që jeni të ndërtuar të ardhmen. Kliti Hoti u zotua se do të jetë një zë i fortë për të rinj dhe bizneset e tyre, duke theksuar se një Shqipëri më e mirë ndërtohet vetëm duke fuqizuar rinin dhe sipërmarrjen.